Themi tani drejt për drejt, shkojmë në hapësirën e intervistës, jam lidhur me deputeten Ina Zhupa. Zënë Zhupa, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zënë Zhupa, ka përfunduar dje komiteti parlamentar i përbashkët mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Ne kemi dëgjuar deputetët e opozitës, të cilët kanë shprehur atje gjithë qëndrimet e tyre. Kemi dëgjuar natyrisht edhe nga Parlamenti Evropian të shpreheshin qëndrime. Duket sikur ka tashmë një këshyrje më nga afër të realitetit shqiptar. Sa më shumë që ecën ky procesi i integrimit, që mos keq kuptohemi, është shumë mirë për gjithë, sa më shumë që ecën, sepse shikohen edhe se sa po përputhen standardet e Shqipërisë me standardet e Bashkimit Evropian, jo vetëm në letër, por dhe në realitet. Çfarë klime, për te asaj që ne pam në fjalët e secilit, çfarë klime gjetët ju atje? Siç edhe ju e keni transmetuar dhe e bët me dije, ne kemi qenë në takime 2 ditore në Strasburg, një delegacion nga opozita edhe nga mazhoranca, pikërisht me fokus procesin e integrimit edhe mbikëqyrjen e marrëveshjes stabilizim asocimit. Sigurisht që ne bëm detyrën duke treguar qartësisht para eurodeputetëve situatën reale të Shqipërisë dhe atë që ndodhi në zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri, edhe si një kontribut që ne japim për procesin e integrimit. Sepse në fakt opozita shqiptare, duhet thënë, në këto 12 vite e ka treguar qartësisht që ka vullnet për procesin e integrimit, që ka votuar gjithmonë ato detyrime ligjore dhe ato rregulla të cilat e parafronin Shqipërinë me Bashkimin Evropian, dhe çdo denoncim që ne bëjmë në Strasburg dhe çdo e vërtet që ne themi në Strasburg është në funksion të arritjeve të standardeve të Bashkimit Evropian. Themelore në klaserin e parë, ne jemi një vend që organizonin për herë të parë zgjedhjen pas hapjes së negociatave, dhe themelore ishte pikërisht të drejtat e njeriut dhe organizimi i zgjedhjeve. Dhe ne dështuam në organizimin e zgjedhjeve sepse në Shqipëri pati një farsë elektorale për nga ngjarjet që u faktuan dhe po faktohen ditë për ditë nga opozita. Ne atje paraqitëm qartësisht të gjitha faktet që lidhen qoftë me raportin që bëri OSBE, paraprak që bëri OSBE ODIHR, në mënyrën se si e kishte parë dhe se si e kishte evidentuar procesin zgjedhor, që nga përdorimi i burimeve publike, i fondeve publike, i administratës publike, nga përçundimi i gjithë garës, teksa OSBE ODIHR vetë quan një garë të pabarabartë mes aktorëve, ku njëri ishte shteti elektoral, Partia Socialiste, dhe tjetra ishte një forcë politike normale që kandidonte me program edhe me kandidatë si ishte Partia Demokratike apo edhe parti të tjera. Ajo që shkoi mirë në Strasburg është vullneti i eurodeputetëve për ta monitoruar më nga afër Shqipërinë, për të ndjekur të gjithë këtë proces që ka të bëjë sigurisht në radhë parë me zgjedhjet në Shqipëri, sepse nuk mund të ketë kriter politik të plotësuar nëse nuk ke zgjedhje dhe të lira dhe të ndershme në Shqipëri, dhe mbi të gjitha edhe organizimi i këtij takimi, dhe pse në fund të legjislaturës tregoi vullnet qartë që ata nuk e humbin interesin për Shqipërinë dhe do ta kenë Shqipërinë prioritet, pavarësisht se çfarë ndodh në arenë ndërkombëtare, që sigurisht ka vëmendjen e tyre edhe për shkak të situatave me luftrat që ndodhin në këtë kohë. Ajo që ne na intereson është që secili duhet ta di që opozita e ka marrë mision mbrojtjen e votës lirë dhe demaskimin e asaj farse elektorale që u shfaq në mënyrë përfundimtare ditën e zgjedhjeve, por që nuk është e lidhur vetëm me ditën e zgjedhjeve, sepse vota u vra pa u futur në kuti në procesin e 11 majit në Shqipëri. Ndërkohë ne kemi parë që ka qëndrime brenda Bashkimit Evropian tani më